Tragjike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 3 vëllezër mbyten në një liçen. Akulli u thye teksa bënin patinazh. 3 vëllezër humbën jetën tragjikisht në Teksas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pasi ranë në një liçen të ngrirë. Mësohet se të miturit po bënin patinazh në një liçen të ngrirë kur akulli filloi të thyhej. Nëna e djemve tha se u përpoq t'i shpëtonte ata, por akulli nuk e lejoi pasi vazhdoi të thyhej. Hangama mësoi për aksidentin kur vajza e saj vrapoi drejt saj duke bërtitur se djemt kishin rënë brenda. Fëmijët po luanin pranë liçenit, rreth 30 metra larg shtëpisë ku jetonte familja. Më i vogli ra i pari pasi u përpoq të rrëshqiste mbi akull. Më pas 2 djemt më të mëdhenj kërcyen pas tij. U përpoqja të luftoja për jetën e fëmijëve të mi, ku më duhet i shihja të luftonin dhe të mbyten dhe nuk mund t'i ndihmoja, tha ajo. Zyra e sherifit lokal tha se 2 djemt më të mëdhenj u nxorën fillimisht nga uji nga punonjësit e urgjencës dhe një fqinj 6 vjeçari u gjet më vonë pas një kërkimi të gjerë të liçenit.